Në ndërkohë, ju të dytë mireni edhe me muzikë. A ju pëlqen shumë muzika? Po, Kush të pëlqen pi këngëtarëve Ermir ty, ose këngëtareve? mua më pëlqen më shumë pe këngëtarëve Ilir Shaqiri. E ty Ermira? Mua më pëlqen më shumë për këngëtarëve Leonora Jakupi. Okej, të dy janë këngëtarë shumë të mirë, shumë të mdhenjë, kanë një zonë fantastike dhe kanë këngë shumë të mira. A i këndoni ju këngë të ty në kohën e lirë? Unë po, Cila këngë e lirit pëlqen ty Ermir? sot ka fest Kosova. E ty Ermira, cila këngë e Leonorës të pëlqen? Liria ka emër. A guxojmë ju shtimi kënu refrenin e këtyre dy këngëve, Ermir ti i pari? Unë refrenin... Ose njënën këngë prej Ilir Shaqirit? Okej. Cilën? O, sot ka fest Kosova, çliri madh në zemrat tona. O, sot ka fest Kosova, çliri madh në zemrat tona. Ermira, a do me kënu një këngë të Leonorës te? Po. Cilën? Kjo liri e ka një emër, që e kemi gjithë në zemër. Çlirimtar operat dhe për Kosovë ju keni le. Luçkat e vogla, sa të mirë jeni. Ju i keni edhe këngë të juja, po? Po. Sa këngë i keni? Ne kemi 7 këngë, të 8 jemi duke punuar. Të 8 jeni duke punuar, a i keni gjitha bashkë? Po, por një e ka vetëm Ermira. Cila është ajo që e ki vetë? Kënga që e kam vetëm unë quhet Një qershorim. Për ditën e fëmijëve, edhe një poezi ishte këtë për ditën e fëmijëve. Ka që shumë pikush të në rëndësi ditës të fëmijëve edhe pas ke shkru edhe pas ke kriju këngë. Çka është për ty një qershori, Ermira? Po, Një qershori për mu është një ditë e lirë që fëmijët mund të dalin, të këndojnë, të kërcejnë, të argëtohen dhe kjo ditë ju kushtohet fëmijëve në mbar botën. Bravo. Ermir, për ty një qershori çka do me thonë? Për mua një qershori do të thotë që është një ditë që i kushtohet fëmijëve. Në atë ditë ne mund të bëjmë çfarë të duam dhe ne gëzojmë këtë festë sepse jemi fëmijë. Aha, okej.